Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në një fshat të Lushnjës, do të lidhemi me 27 vjeçare, quhet Bleona Mile, është nëna e 2 fëmijëve. Për të gjithë ju që jeni ndjekës të faqes time, e keni dëgjuar historinë e Bleona Miles, një nënë e re në moshë e cila pas të 10 viteve martesë vendosi të divorcohej për shkak të dhunës së ushtruar, jo vetëm nga bashkëshorti i saj, por nga ish-vjerri dhe ish-vjera. Ajo sot kërkon të hyjë sërish këtu në live me Odetën për të denoncuar një ngjarje të rëndë që i ka ndodhur mbrëmjen e Krishtlindjeve në datën 24 dhjetor të vitit që lan pas. Por për gjithë ju që nuk e njihni historinë e Bleona Miles, unë dua të prezantoj një klip të shkurtër kur ajo përpara disa kohëve ka qenë live me mua dhe rikthehemi sërish bashkë. Thjesht erdhi një shoku babit më kërkoi për një shokun e vet, edhe thjesht babi pranoi, s'kisha si zgjidhje apo jo, isha shumë e vogël ta kuptoja. Shumë gjëra nuk më trajtojnë si vajzën e tyre, më shumë as si nuse, më shumë si shërbëtore do thoja. Ditën tjetër jam detyruar të largohem nga shtëpia pa dielin e tyre, kur ata ishin nga toka, unë mora fëmijët dhe ika. Unë në moment që u largova nga ai, kam shkuar direkt në polici, kam kërkuar urdhër mbrojtje. Por fëmijët e kanë lejuar të flasin me fëmijët, po ai dhe me fëmijët nuk di të flasi. Madje edhe jo më lart se mrem ka folur me fëmijët e vet në telefon. Tani jam e detyruar të lëviz vetëm në qytet që të bëj letra për divorc, thotë ti u zgjidhe nga zinxhiri tani sot. Ngele rrugëve, ke dashnor, prandaj nuk flet me mua, e gjëra tjera që si më ti kam të rënë mesazhe aty. Por ai që ka dashur? Se di në ta them të dashur, vetëm sa vinte flinte me mua, se gjatë ditës se kam patur afër fare, nuk di si ta shpjegoj edhe ta nuk beso. Fare, asnjë gjë, thjesht edhe kohët e fundit madje kam mbajt çunin mes krevatit, s'kemi pas as marrëdhënie asnjë gjë, thjesht. Dhe kur afrohej, kur i thonë një llafi se jemi femra të dyja dhe vetëm për të kryer marrëdhënie asnjë gjë tjetër. Kjo është historia e 27 vjeçares Bleona Mile dashurmish, e cila mori guximin të denonconte më në fund dhunën dhe të largohej nga ish-partneri i saj, i kërkonte divorcin dhe u vendos tek babai. U bë disa muaj që ajo jeton me 2 fëmijët e saj tek babai dhe pret vendimin e gjykatës për të marrë përfundimisht kujdestarinë e fëmijëve dhe teksa po gjente qetësinë tek shtëpia e babait, mbrëmjen e 24 dhjetorit, një person i panjohur, i pa identifikuar nga vetë Bleona, ka hyrë në orët e vona të natës në dhomën e saj, në shtratin e saj, por se çfarë ka ndodhur, do të jetë vetë Bleona Mile që do e denoncoj. E dashur Bleona, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, valla. Më dëgjoj, sinqerisht jam shokuar kur lexova mesazhin që më dërgove dje. Po. Por çfarë? Janë gjitha më të vërteta. Mund të më tregosh çka ka ndodhur? Që janë thjesht në takën e Krishtlindjeve. Rreth orës 12:10 natës. Bëhet fjalë për 24 dhjetorin, duke u gdhir 25. Po. Po? Isha në gjumë me fëmijët në një krevat, se fem në një krevat me fëmijët dhe thjesht ndjeva vetëm kur po më merrej fryma. Në atë kohë jam zgjuar, por nuk e pash dot personin se kush ishte, se s'më lind. Nuk kështë kthyer thjesht kokën me një krah dhe tentonte të më merrte frymë. Nuk e pash dot se kush ishte. Pra, ka hyrë një person në shtëpinë tuaj natën dhe ka hyrë në dhomën ku ti ishe me fëmijët? Po. Dhe ka tentuar të mbysi? Po. Kjo është alarmante, Bleona. Kam njoftuar, mbasi ndodhi kjo, mbasi kam shpëtuar, kam njoftuar dhe policinë. Ka ardhur policia në shtëpi. Ke bërë denoncimin në polici? Po. Nëpërmjet shenjave, gjumëve që mund të ketë lënë, çfarë ka arritur policia të zbulojë? Asnjë gjë deri tani, ka kthyer përgjigje për asnjë gjë. Thjesht thotë çështja është në prokurori dhe asnjë gjë, se është kapur, se jo, nuk e di. Bleona, të lutem, ti jeton pas ndarjes me burrin, ti ke shkuar te shtëpia e babait. Po, të shtëpia e babait jam akoma. Ku ka ndodhur ngjarja?
ke qenë në dhomën e gjumit, në dhomën tënde së bashku me fëmijët. Po. Të lutem, në momentin që ti hape syt dhe pe një njeri ky ishte i maskuar, nuk ishte mask, po thjesht më mbante kokën me një krah, duke më bllokuar gojën, frymën, më thoshte në vesh kujdes mos zgjo fëmijët, hajde me mua jashtë, të gjithë thoshte. I ruan të fëmijët shumë. Po nuk ja pash dot fytyrën se ishte errësirë, dritat fikur, vetëm dritat e vitit që kishim jashtë, vetëm ato kishin ndesur, që dalloheshin nga dritarja. por nga profili nuk mundet dot ta identifikoje? Jo, se vetëm momentin e fundit kur iku e kam parë me kurris, pak a shumë veshjen ne fiksova e thash dhe në polici, gjitha. Çfarë kishte veshur? Një xhup ngjyrë blu me kapele, në ato bluze që janë me kapele siç e kam veshur unë tani, ishte me kapele i mbuluar, po s'kishte as dorashka, as i gjën fytyrës, se këta e kam fiksuar, e kam kapur në një moment këtu, po ishte pa mask. Ishte njëri pa mask. Po nuk e pash dot në fytyrë, s'e di. Si arritet i shpëtohet këtij personi? Ai të kërkoi që ti ta ndiqe nga pas. Çfarë ndodhi më pas? Se më thej që i ruante fëmijët që mos zgjoheshin. Të ruante fëmijët mos i zgjothështe. Po në moment unë po kishte vënë dorën te goja, te munda unë thjesht po dridhesha dhe në dridhurat e mia është zgjuar djali i vogël se kishte dorën te shpatullat e mia në gjumë. U zgjua djali i vogël dhe djali i madh e pan gjitha. Në moment që u zgjuan ata kishte një cop spangur në ato të dangjeve, nuk e dija e ke parasysh, atë tentoj të ma vinte, po ja kam hequr me një herë nga dora. Aty më ka pjekur zvarr në korridor. Kam përtit me të madhe, vetëm ka gjur një nuse xhajes time që kam tu, ajo ka në shtëpia vetë. Në moment më shukun tokë dhe iku. Si, të Personi. troqi zvarre nga krevati deri në korridor? Po, më ka shukur te pllakat. Nuk e di se çfarë plani kishte tjetër, por në moment kur kam përtitur ka dëgjuar nuse xhajes tim dhe më ka thirrë që nga shtëpia vet o Bleona çka ke. Ai në moment që dëgjoi zërin e saj ka ikur, ka dalë nga shtëpia ime dhe ka ikur në mbrapa shtëpisë, se këtë gjë e pash me kurris kur ishte. Në fytyrë nuk e pash dot. Por nga trupi ishte i gjatë, trup mesatar, Dobët se ishte i shëndetshëm, i dobët kështu. përngjante me ndonjë person që ti mund të kesh dyshime, kush mund të ketë qenë? Dyshimet e mia vetëm të familje e tij janë. Ai vetë si person nuk i ka, po të familje e tij janë, nuk e di. I kam thënë dyshimet e mia në polici, për këna kam dyshuar, po me sa di unë ai person që kam dyshuar unë nuk është marrë pyetje dhe nuk e di çfarë është bërë deri tani. Ti dyshon se ndoshta këtë gjë ta ka bërë i zhburri? Jo burri. Burri vetë nuk ishte. Pra, Një pjesëtarja se familjes. dyshon që një pjesëtar i familjes se ish burrit mund të ketë ardhur atë natë në shtëpi, mund të ketë qenë dikush nga familja e tij, jo burri. Se ish burri do të dalloje, besoj. 100% se në fytyrë nuk e pash dot, po dyshoj. Dyshoj me ato që kam kaluar atje, dyshoj se kush mund të jetë. Ndonjë afërm i tij? Tek i jati ti dyshoj. I zhvjerri? Mendon që mund të ketë qenë i zhvjerri? Them se po. Nuk e di se 100% them dot se pash në fytyrë. Po nga zëri, e dashur Bleona, po nga zëri, sepse ti ke jetuar shumë vite me në atë familje dhe nga zëri mund të arrish të kuptosh, ishte i zhvjerri apo jo? Se është e rëndë dhe akuza. Ne e di që është e rëndë akuza, po më fliste me zë turp në moment e përgjumur e tremur, nuk di të ta them. Nuk e di, fliste me zë turp, nuk e bëj do dallimin ishte ai apo jo. Po atë forcë e ka ai person që them, atë forcë që kishte ai burri im nuk e ka, e di shumë mirë, ish burri im me pak fjalë. Ish burri im nuk e ka, po ai person atë forcë e ka, se di shumë mirë, kam mjetuar 10 vite atje dhe e njoh shumë mirë. Por fëmijët e pan skenën, u zgjuan. E pan gjithë dhe kur më ka tjekur zvarr, kam përtitur dhe fëmijët me të madhe. Por babai në shtëpi nuk arriti të dëgjonte njerëzit që kishin në shtëpi atë natë? Babi punon ka vaj, nuk ishte këtu. Vllai ishte, se kemi një kuzhinë mbrapa shtëpisë, ishte te kuzhina mbrapa dhe s'ka dëgjuar asgjë. Pra, le të themi ti ke qenë vetëm në shtëpi atë natë dhe ndoshta ai person mund të kesh shfrytzuar rastin dhe ka hyrë
në shtëpinë tënde. Ka qenë ora rreth sa? Si të më thanë se unë s'isha në gjendje rreth 12:10, 12:10, diçka e tillë. Siç më thanë. Se unë s'kam qenë në gjendje atë natë. Thjesht rreth orës 1 ka ardhur policia këtu te unë. E ke bërë denoncimin në moment? Po. Por ai kishte hyrë nga dritarja, nga porta, çfarë arriti të zbuloje? Të zbuloi policia, por edhe ju? Policia dyshonte se mund të kem lënë derën e madhe hapur pa e kyçur. Unë e kam fiksuar që i kam kyçur, por nuk e di, ndoshta. Unë kam gjetur gjurmë në dhomën tjetër, në dritarja, në divan. Kam gjetur gjurmë dhe policia atë natë thoshte nuk ka gjurmë. Unë madje kam marrë kur kam hyrë për pastruar dhomën, e kam marrë policinë, i kam fotografuar, mund t'ja u dërgoj dhe juve, gjurmët në divan janë akoma. Pra, dyshohet se ai mund të ketë hyrë ai person, ende i pa identifikuar për ju dhe për policinë, nga dritarja e dhomës tjetër, ka zbritur në divan dhe më pas ka hyrë në dhomën tuaj. Këtë dyshoj unë të paktën, nuk e di se gjurmët jam në akoma aty, por për tani s'kam asnjë version nga policia dhe nuk di ç'ka ka them. Policia ka marrë vetëm atë copën e spangos që kishte lënë ai këtu dhe një copë hekri që i kishte rënë, e ka lënë vetë, nuk e di, po mua ma tha njerëzit e tjerë që unë s'isha në gjendje, ishte edhe shufër hekri që e kishte lënë këtu në shtëpi në brenda. Pra, policia ka gjetur gjurmë, ka gjetur një shufër hekuri që ai e ka lënë dhe spangun që ti ke mundur t'ja heqësh nga dora dhe policia i ka gjetur këto gjurmë. Nuk ka arritur dot të identifikojë personi, se ti thuaj që ai ka qenë pa dorashka, i pamaskuar dhe shenjat deri tani asgjë, kanë qenë shpeshherë policia janë interesuar, deri tani asgjë. Madje do shkoj dhe nesër se kam punë lushnje. Do interesohen, nuk e di ç'është bërë. Ata thjesht kanë ka kaluar çështja në prokurorit Tiranës dhe asgjë tjetër. Vetëm kaq të përgjigjen kanë dhënë. Por situata e fëmijëve si është sot? Zgjohen natën, i madhi jo aq, po i vogli zgjohet natën, ka frikë. Po mami mbyllet dyrë, thotë është burrë i keq aty. Është e rënduar. Është shumë e rënduar. Kam frikë dhe ditën të shkojnë në tualet, në natën. Në shumë e rënduar për momentin. Po mundohen t'i ndjek dhe me psikologi, kam çuar ta kalojnë. Po, nuk e di. Nuk di si t'ja kaloj. Ata e kuptojnë shumë mirë se e panë gjithë ngjarjen. Ti më dërgove edhe disa foto, Bleona, momenti që ai të ka marrë zvarr nga shtrati deri në korridor dhe të ka përplasur në korridor, disa foto që kanë ngelur dhe shenja në trupin tënd. Ja, mende me probleme në qafë, ka mende dhimbje, lagët janë shoruar, po ka mende dhimbje pjesën e qafës. Nuk e di tani se si do bëhet. Kjo është e tmerrshme, por pse ti dyshon? Por pse mund ta bënte ish vjerë juaj këtë gjë, ti vinte ish nuses të shtëpia e babait, ju vërtet jetoni afër me njëri tjetrin, por një burr që është bërë baba, t'ja bëj ish nuses si gjë të tillë, më duket e pakonceptueshme. Nuk e di, ndoshta me kë, me nënën e një vetë të tij. E kuptoj, ndoshta një javë a 2 javë para ngjarjes, nuk e mbaj më mirë, më ka marrë lidhje në telefon dhe më ka kërkuar fëmijët për natën e vitit të ri. Unë i kam thënë jo, fëmijët vetëm kur t'i ndaj gjykata do vinë aty. Vetëm kaq kam folë me të, dhe dyshoj mund të ketë qenë ndoshta në ajo që s'ja kam lënë fëmijët. Nuk e di, po, them. Nuk jam 100% e sigurt. 2 javë përpara se të ndodhësh kjo ngjarje, ata kanë kërkuar që fëmijët të vënë tek shtëpia e tyre, të vënë te shtëpia e babait. Në 1 javë, 2 javë, nuk e mbaj më mirë, drejt me thënë, po kam folur. E dashur Bleona, por pse refuzove? Pse nuk i lë fëmijët të takojnë babain? Jo të takojnë i kam lënë. Ata thoshin ti majmë ne 3-4 ditë, ti majmë ne për vitëri, kam thënë jo, doja ta kaloja vetë vitin e ri me fëmijët e mi. Nuk i kam thënë mos e takoni babin. Atitje kam thënë shko takoj sa herë dush të shkolla, ai nuk shkon. Madje mbas ngjarjes vjetë im shkonte për ditë shkolla i takonte fëmijët. Ja kam kërkuar oficerit zonës që mos shkoj ai, shkoj vetëm i ati atje. Vetëm kaq i kam kërkuar. Pas ngjarjes ti ke folur me njerëzit e ish burrit?
Ka marrë drejt me thënë se s'po mbaj mend edhe unë ditë mines me të mëngjes kur ndodhi ngjarja mbasi ishin marrë dhe ata në pyetje, ishte marrë ish burri në pyetje. Jam në urdhër mbrojtje na i dhe e mori policia në pyetje, vetëm për këtë ka marrë mëngjes se ka thënë se janë ata në polici, unë s'kam qenë gjendje, kanë thënë nuk jam gjendje të flas, vetëm kaq i kanë thënë atë ditë. Po më mbrapa ka fol vetëm me fëmijët. Por me ish Më mbrapa vetëm me fëmijët atë. Po me ish burri ke pasur kontakte? Jo, tani më mbrapa jo fare. Po më përpara ngjarjes ai të ka telefonuar. Atë mbas dite po kam folur. Të datës 24 Kam dhjetor. folur. Po, se më ka thënë donte ti blinde dhurata për Krishtlindje kalamajve, më thoshte mua nxirri ti. Po çfarë unë vetë nuk i nxjerr thash. Të dali vllai ose kështu vetëm kaq që kam thënë telefonat mas dite mirë ka thënë. Vetëm kaq që kemi lënë. Pastaj ndodhi kjo ngjarje dhe s'është se bën as takimin me fëmijët as i gjës. Ndodhi kjo dhe nuk ishim gjendje për asgjë. E dashur Blona, ti sot je pajisur, je ende me urdhër mbrojtje nga ish burri? Je pajisur? Po. Çfarë ndodhi me ish burrin që ti u pajise me urdhër mbrojtje? Por dhunën psikologjike më shumë, apo ta them atëherë. Si më trajtonin për ditë. Momenti që ti ke ikur nga shtëpia e tyre, kur ke bërë denoncimin, Po. je pajisur me urdhër mbrojtje. Po. E dashur Blona, atë mbrëmje, sepse ky është denoncimi që ti po bën ditën e sotme dhe padyshim kërkon ndihmën për të zbardhur dhe për të identifikuar gjithë kjo ngjarje, unë uroj që mos të jetë ish vjerri juaj, do jetë shumë e rëndë nëse një burr në moshë do bënte një veprim të tillë. Është dua dhe unë, po nuk e di frikë kam. Atë dua dhe unë mos tjetë ai, po se di, shohim çfarë do nxjerrin. Pse ke dyshim kaq të fortë që mund të jetë ish vjerri? Kaq i keq është ky njeri sa mund të arrijë ekstremin? Ti shkoj ish nuses në shtëpi natën? Na sjellja e tij që më ka bërë në atë shtëpi edhe mund ta bëj. Na sjellja e tij që më ka bërë në atë shtëpi, e di shumë mirë që mund ta bëj. Por pas asaj ngjarje kur babai apo vllai u zgjuan nga gjumi, babai erdhi nga puna, Po, ata çfarë të thanë? kush, babë, thjesht jemi marrë, ato ditë kemi qenë vetëm komisariat, marrjem pyetje, asgjë tjetër. Madje kanë marrë dhe çunin e madh, pyetje me psikolog atje, mos më ndërmend ndonjë gjë, po fytyrën nuk e tregon asnjë, nëse e ka parë. E dashur Blona, por ato rroba që ti fiksove, i kishe parë ndonjëherë te shtëpia e ish vjerrit? Xhupin paka shumë, po veshjen tjetër se di, nuk e di. Ai madje se sa thash, ishte edhe këpucat ja kanë fiksuar që kishte gjysmë të veshura, nuk i kishte veshur tamam kur ishte brenda. Dhe këta e kanë fiksuar kur ma uli te kokën. Pra i të mbante kokën ulur që ti mos t'i shikoje fytyrën. Dhe Po, komplet pjecakte kam qenë nxirr se ma mbante kokën kështu. ti s'munden asnjë moment që të arrije ta shikoje në sy për të kuptuar kush ishte. Nuk e mbaj mend ta kem parë, nuk më vjen fytyra ti, nuk e di. Nuk kujtohet. Po se kam parë, se besoj. Se ka Nuk qenë e një mbaj shok. mend momentin. Ka qenë një shok për ty dhe është normale. Sa e vështirë situata që ti ke kaluar me këtë person. E dashur Blona, ti sot ke frikë? Ti jetosh në shtëpinë e babait. Po pate përpytur shumë, po veja fort vetëm për fëmijët, mos t'i shfaq atyre frikën. Sidomos natën, ditën nuk e ndjej aq, po sidomos darka, nuk e di, më është kthyer edhe për mua një tmerr. Dhe të besoj për këtë pjesë. Por me nënën tënde ke folur, ja ke treguar këtë histori? E kam fol, madje më ka ardhur këtu shtëpi, më ka takuar më mbrapa. Më kanë ardhur të gjithë. Vllajin sa vjeç e ke? 30. Por unë të them mos kesh frikë. Ke vllajin në shtëpi, ai të flej aty afër në dhomë me ty. Sa do këtu është, jemi munduar vendosim me kamera jashtë shtëpisë.
Në ato i kemi vënë me alarm natën, se si janë. Pra pas ngjarjes keni marrë masa duke vendosur dhe kamera jashtë shtëpisë. Po, kemi vendosur. Po sa do, po su ka pa i person në mend dhe nuk jam i qetë, nuk e di. I qartë, i ke bërë denoncimin në polici dhe unë uroj dhe shpresoj që policia ta zbardhi. Të ka thënë që gjithë letrat kanë kaluar në prokurori, uroj të hetojë dhe të zbardet, dhe kushdo që të ketë qenë, do të jetë pas hekurave. Marrë dënimin e merituar. Nuk e di. Tam këto plagët e mia po shërohen, po ato të fëmijët që po ngrihen natën një herë dhe kanë frikë, nuk e di, nuk do t'ja fal kushdo që t'jetë. Nuk e di. Prandaj kanë frikë se mund ketë qenë ata, se i luan e fëmijët. Mund të ishte ndonjë tjetër, them se mund të kishte bërë keq të fëmijëve, po ai i luan të fëmijët. Thoshte mos e zgjo, mos t'i bënte keq fëmijëve. Ato këtë gjë donte ai person. Pra, ti dyshon që mund ketë qenë një pjesëtar i familjes të ish burrit tuaj vetëm për shkak se ka mbrojtur fëmijët. Nuk u ka bërë asgjë fëmijëve. Na kjo dyshoj më shumë, jo se e pash në fytyrë. Në fytyrë se kam parë, të betohem. Nuk më la hapësirë që ta shikoja. E mendon opsionin që mund të ketë qenë ndonjë banor i fshatit, i cili ka shfrytzuar rastin, një grua e divorcuar, e vetme në shtëpi? Mund ta them, ka kaq kohë që ka marrë, po mund ta kishe bërë më përpara të gjë. Sa e mund, po. Nuk e di çfarë mendoj tani. Se të dojt më ngacmon, ai do të thjesht më mbyrse. Të gjë. Më ngacmon dhe një as tentoj as në një moment. Thjesht thoshte do vish me mua jashtë, kapte sparën në dorë dhe atë gjë do të bënte. Thjesht ja kam hequr në një moment nga Zoti forcë t'ja hoqja sparën nga duart. Dhe ja mbajta unë se donte ta merrte me vete, pak ta hiqte nga duart, po ja kam mbajtur unë. Sparën. Ato i mori policia të gjitha, të shokut që do nxjerri. Por me ish vjerën tuaj, e dashur Bleona, ke folur? Jo, që mbas ndarjes jo. Nuk të ka marrë, nuk të ka shqetësuar? Jo. Gjithsesi, ti më the që unë i lejoj fëmijët të takojnë babain dhe përpos kësaj ngjarje që ka ndodhur dhe ti ke dyshimet e tua, por të zbardhet e vërteta nga prokuroria, ti fëmijët nuk do t'i pengosh të takojnë babain, sido që ti jetë. Se ka ndaluar babain, jo, pare se ka ndaluar. Unë madje i them shko takoje te shkolla. Po pra, se çfarë që mund të ndodhë mes teje dhe atit, janë çështjet tuaja që duhet i zgjidhni dhe po i zgjidhni me divorcin në gjykat, kurse fëmijët janë të pafajshëm, Bleona. Jo, këta e di. Këta e di dhe s'ja ka ndaluar kur, si kam folur kur keq për pjatin. Sepse ata ka nevojë dhe për erën tënde, edhe për erën e babait. E di, prandaj jam munduar t'i mbaj sa më afër. E dashur Bleona, por çfarë ke menduar tashmë për veten tënde dhe për fëmijët? Sepse po të ndjekin këto fatkeqësitë njëra pas tjetrës, që momenti që je martuar, je dhunuar në atë familje, u pajise më urdhën mbrojtje, u divorcove, momenti që gjete rehatin të shtëpia e babait, le të themi, të ndodhi kjo episod shumë i frikshëm dhe i tmerrshëm, uroj që mos të ripërsëritet, por uroj që sa më shpejt të zbardhet kjo ngjarje dhe ai person të jetë pas hekurave. Por ata dua. Më lejon të pyes si ka qenë jeta juaj përgjatë këtyre muajve që ke jetuar te babai? Normal, derisa s'kishte ndodhur ngjarja e qetë, jam munduar të punoj me ditë, vazhdoj përpara për fëmijët. E kam bërë përpara, se kam vuajtur këtu. Vetëm në kjo ngjarje që ndodhi, u kthyn gjithçka përmbys. Po mundon punoj akoma ta vazhdoj përpara. Tani. Procesi i divorcit ka mbaruar apo ju ende në proces? Jo, akoma pres në rasti gjykata. Pres. E qartë, dhe gjykata do vendosi pasaj kujdestarinë e fëmijëve që besoj do jeni ju. Kujdestarja e fëmijëve dhe babai do ketë të drejtat e takimit, marrjen ditët që do jenë me pushime fëmijët për t'i mbajtur në shtëpi dhe detyrimin ushqimor. Por fëmijët e kërkojnë babai?
E kërkojnë. Të dy? E kërkojnë. Të dy. Të dy e kërkojnë, se e shohin vetë shkolla, në ubordi shkollës, që ai nuk i flet, nuk i reagon fare fëmijëve. Por, Ma thonë për herë të gjë. Se s'flet babi, se s'vjen babi të afrohet, ose ja ka ndaluar, pa ai nuk shkon. Nuk e di. por ai te oborri shkollës, a shkon për fëmijët? Kalon, se është rruga që kryesore që kalojnë, shkojnë fshat tjetër, ose kanë punë të tyre, kalon aty, kalon shpeshherë. Por tani, ai në telefon t'i kërkon fëmijët, sy dhe nuk i takon, s'po e kuptoj. Në telefon i kërkon, do vetëm t'i flasi, për t'i takuar nuk shkon atje, nuk e di pse. Mja kam thënë këtë gjë. Nuk do, se di pse nuk shkon. Dhe mami e keq për fëmijët. Janë përshtatur me këtë jetesën e re të gjyshi? Po, janë munduar. Kalojnë kohë me fëmijë, se kur ishin atje s'kishin fëmijë që të luajnë, kështu këtu kanë gjithë ditën luajnë me fëmijët e lagjës, vinë këtu në shtëpi, po jam mësuar, se kam pas shumë të vështirë nga ajo anë. Mirë, më vjen mirë që janë përshtatur, sepse fëmijët kur ndrojnë shtëpinë, largohen nga njëri prindë, kanë shumë të vështirë dhe e përjetojnë ndarjen e prindërve. Por fëmijët e tu po më thuaj që janë përshtatur mirë, le të themi, dhe vetëm në darkët që kur shkon gjithsekush në shtëpi dhe veta mundohet dhe kur e kërkojnë, po ditën, s'është se e kërkojnë aq se janë gjithë ditën me fëmijë duke luajtur. Por besoj ta kanë bërë pyetjen pse babi nuk është me ne. Çdo fëmijë Ja kam shpjeguar, ja munduar t'ja shpjegoj. Thjesht nuk i kam folë kur keq për ta, i kam thënë që do ta takoni, do viti u marri, ta takoni, pa ai prap nuk është se bën atë gjë. Uroj që ata të rritin me dashurinë tënde dhe me dashurinë e babait të tyre, por pas ndarjes dhe largimit nga shtëpia, ai nuk të ka kërkuar që ti të rikthehesh. Në telefon ka filluar, para se ndodhte kjo ngjarje, fillonte ma kërkonte, me ndo për kalamajt, hajde ktheu, s'është e nuk shkoj dot se e di që nuk ndryshojnë ata njerëz. Ma ka kërkuar në mbrapa. E dashu Blona? Ktheu për hatër kalamajve, thot, po. E dashu Blona, ti e rritur dhe vendos vetë për jetën tënde, por nëse konfliktet në familjen e ish-burrit kanë qenë për shkak të vjerit dhe të vjerrës, ndoshta ti mund t'japësh një shans partnerit tënd nëse ruan ndonjë ndjenjë për të dhe të jetoni të dy në një shtëpi më vete, të keni familjen tuaj dhe mos përzjeni me vjerrën dhe vjerin. Të gjëja kam kërkuar dhe atje dhe nuk e ka dashur kurrë, ai nuk ndahet kurrë në atë. Të gjëja kam kërkuar dhe kur isha atje. Ai nuk ndahet, nuk bën dot pa ta, ndaj nuk mundesha dot dhe unë me atje. Por kur ai të ka thënë riktheu, të ka kërkuar falje për gjithë ato që kanë ndodhur? Jo, fare. Jo. Por si, hajde riktheu ti dhe vazhdo jetën siç e kishim? Hajde riktheu për hatër kalamajve, kaq. Pasi gjë tjetër. Jo, për hir të kalamajshve nuk bëhen disa gjëra, vërtet fëmijët janë gjëja më e shtrenjtë për prindrit, por jo të shkatrojnë jetën e tyre. Ai të vazhdon të dojë ty që ta kërkojë rikthimin? Do fëmijët, jo mua. E qartë. Na po hajde riktheu për kalamajt, ditën tjetër thot ti vazhdo rrugën tënde, jetën tënde, bie kalamajt si rrisun të gjave, si besoj do të llafet vetë ti. Pra, çfarë thot në një telefonat, nuk thot në telefonatën tjetër? Po. E qartë. Kam gjithat në telefon siç më ka shkruar, se telefonin tim për momentin e ka policia. Po. I kam gjitha atje shkruar. Por ti vetë ruan ndonjë ndjenjë për babain e fëmijëve të tu? Për momentin asgjë, nuk ndjej asgjë për momentin. Ka mbaruar dashuria, e qartë. Ka mbaruar dashuria dhe ti je në proces divorci tashmë. E dashu Blona, ti e vendos vetë. Thjesht po të pyesja gjithnjë me idenë që mund të jepi një shans dhe të vazhdoni të bashk pa vjerrin dhe vjerrën, sepse konfliktet në familjen tuaj kanë ardhur për shkak të vjerrit dhe të vjerrës. Jo prej burrit. Por
asnjëherë se kam kuptuar pse vjera dhe vjeri nuk të donin ty si nuse. Se ti nuk e ke patur problemin me burrin. Thjesht ai dëgjonte ata dhe ndryshonte sjelljen ndaj teje. Por ata pse nuk të donin ty si nuse? Thjesht se jam rritur dhe unë me prindër të divorcuar dhe do bëhesh ti si jo tem, thoshin. Dhe gjë. Me trajtonin thjesht si shërbyese, asnjë gjë më shumë. Edhe kjo është e dhimbshme. Kjo është e dhimbshme që ata të kanë trajtuar në këtë lloj forme, një grua dhe një burr që janë bërë prindër, janë bërë gjyshër, sillen me nusën e tyre në këtë lloj forme. Por ish partneri juaj asnjëherë nuk të mbrojti, ose të paktën kur dëgjonte nënën dhe babain që silleshin kështu me ty, nuk e ngriti një herë zërin, se ndoshta do të ishte ai që t'i vinte disa pika mbi i në familje. Nuk ishte jaftë Odeta, nuk ishte jaftë. Fare, nuk i kthesh për asnjë gjë. Se edhe ne njerëz me gabime mund të kemi gabuar diku, po gjithmonë mua mi lini fajet në atë shtëpi. Asnjë gjë tjetër. Dhe sipas ti kush ishin gabimet e tua që bëhen atë shtëpi? Gjithçka, për një gjë më të vogël, dhe që mund ta kishin bërë ata gabimi ke bërë ti, ose nuk di të them diçka për momentin se jam ende e hutuar nga ajo që ndodhi. E tash Blona, sa vite konsumove martesë me atë njeri? 10 vite. 10 vite. Që sot fatkeqësisht i ke hedhur poshtë. Dhe nëse kjo është më e mira për ty, padyshim vazhdo jetën tënde, rrugën tënde. Ke 2 fëmijë, t'intereson ti jesh vetë e lumtur, ti jenë të lumtur 2 fëmijët, jeta kështu e ka. Shumë familje shkojnë drejt divorcit dhe për hir të fëmijëve do kenë kontakte sepse fëmijët janë të pafajshëm në çdo lloj divorci që mund të ndodhi, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, dhe duan të kenë pranë dhe nënën dhe babain. Por në asnjë moment kontakte dhe nuk është push me kalamajt. Dhe më vjen mirë sinqerisht që dëgjoj prej teje që nuk do i shkëputësh asnjëherë kontaktet fëmijëve me babain dhe prerë do i flasësh pozitivisht për figurën e babait. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë gjë. Uroj që dhe ai të bëjë të njëjtën gjë si puna juaj. Kur të ketë fëmijët, mos flasi keq për figurën e nënës. Inshallah, atë dua dhe unë. Atë dua dhe unë. Unë të pyeta edhe pak më parë si ka qenë jeta juaj pas divorcit, pas ndarjes, le të themi fizikisht, sepse ende divorci s'ka ndodhur, je në proces dhe pret që të ndodhi. Si ka vazhduar jeta juaj? Me kuptimin që do nisësh një jetë të re, ndoshta tani është herët se je e lënduar, je e mërzitur, ke kaluar një periudhë shumë të keqe, por ti je shumë e re, je 20 e sa vjeç? 27. Je kaq shumë e re sa shoqjet e tua nuk janë martuar ende. Ti je bërë nënë e 2 fëmijëve. Kam shoqërinë time janë ende pa martuar. Dhe ti je bërë nënë e 2 fëmijëve, por mendo dhe për veten tënde, për jetën tënde, mos e lër veten tënde pas dore. Normal, në momentin po mundohem të filloj thjesht një punë që t'ja dal përpara për kalamajt. Më vonë nuk e dihet. Për momentin më duket ndar një lloj dhe se di, ndoshta më vonë ndryshoj këtë mendim. Ke frikë t'ju besosh meshkujve, me eksperiencën që pate? Shumë frikë. Më duken sikur sillen të gjithë një lloj, nuk e di. Më duket, ndoshta më duket gjë çuditshme, po më duket çudi kur shoh një çift të përqafuar ose të kapur dorë për dorë, një gjë që s'e kam përjetuar kurrë vet. Më duket se janë ndonjë si realitet kur i shoh. Sepse ti në 10 vite martesë nuk e ke ndjer asnjëherë përqafimin Jo. të bashortit tënd. Nuk e kam ndjer. Atë gjë. Dhe mua m'pjen keq e dashur Bleona, por ndoshta për shkak të gjithë historisë së jetës tënde, ty ndoshta të duket bardhëzi gjithçka, por ma beso nuk është kështu. E di, ma thonë, dhe shoqet e mia, diçka që jam lidhur sërish pas 10 vitesh me to, ma thonë këtë gjë. Jeta është e bukur dhe ka plot ngjyra. Plot emocione të bukura për të përjetuar. Ndoshta të duhet një kohë për të marrë me veten tënde dhe ta jap si këshill, mos e lër kurrë pas dore veten tënde. Nëse nuk do veten tënde, nuk respekton veten tënde, nuk do duash askënd. Duaje veten tënde.
jam munduar ta rikujtoj atë besimin, gjithçka. Ti jesh e lumtur. E them dhe me vete, sa më po mundohesha djeja qetësi, po vazhdoja jetën përpara, ndodhi kjo gjë që më rëndoi akoma më shumë. Uroj që mos të ripërsëritet dhe uroj që ai person të identifikohet kush është nga policia, por gjithsesi e kuptoj frikën tënde që ke në këto momente, situatën në të cilën ndodhesh, ke kaluar një traumë, është një traumë, e gjithë ajo histori që ti na tregove, çfarë ndodhi mbrëmjen e 24 dhjetorit, por unë të uroj shumë fat, shumë lumturi, uroj të gjesh qetësinë, ti jesh e lumtur, po ti je e lumtur, do jenë të lumtur dhe dy të veçlit e tu. Kjo është e sigurt. Normal, deri shumë. Për ata po mundohem. Bella ta sa do pak lumtur tani, se për momentin po i çoj me psikolog në Lushnjë, dhe ta kalojmë pak a shumë këtë situatë. Madje nesër do të çoj vetëm çunin e vogël, se më thonë, kam lënë një takik. Dhe ndjek disa seanca. Shoh. Fëmijët ende të kenë frikë nga ajo ngjarje e ndodhur atë mbrëmje. Sa je detyruar? Gjëja që më thon psikolog është largohesh nga ajo shtëpi, të shkosh diku tjetër, po nuk është aq lehtë ikësh ku ja nisësh në e para. E di që është një gjë që ja kujton çdo moment fëmijëve, po s'kam çfarë bëj, nuk kam rrugë zgjidhje tjetër. Sa ty ke mbështetjen e babait. Nuk pagon qira, nëse do dalësh shtëpi me vete, rritet kostoja dhe ti nuk mundesh ta përballosh e vetme, kuptoj, është e qartë. E di, për momentin jam me papunë, punoj vetëm me ditë ku në fshat, ku ka. Për më thrasin këtu. E dashur Blona, unë dua që ta mbyllim me një mesazh. Ndoshta një mesazh për persona që ti dyshon që doni të bëni keq në darkën e Krishtlindjeve. Ja kam thënë se gjithve kush ka dalë përpara, se nuk e di, s'është aq i Zotit të dalë ditën se i bën këto gjëra natën. Po nuk ja fal kurrë vetëm për ata kalamaj. Që mi la me trauma, se këto plagë të trupit tim po shërohen avash avash. Po fëmia që po ngel me trauma nuk ja fal kurrë. Çdo që tjetë. Dhe ja ti uroj sa më shpejt shkoj t'i takoj, se po e ndjej mungesën e tij çdo ditë më shumë. Vetëm kaq dua. Jen lumtur me tjatin e vet dhe me mua flasin, ta takojnë, si jam me ata që mos flasin. Mos ta takojnë. Pasi gjë tjetër më shumë. Dhe unë uroj që ish partneri juaj, babai 2 fëmijëve ta dëgjoj këtë mesazh që ti përcolle, që mos të ndahet nga fëmijët e vet. Dhe bëre mirë që ja përcolle këtë mesazh. Ja kam thënë, jo vetëm se po e them këtu te ti, por ja kam thënë dhe me anë të miqve të tjerë, se gjithë fisi ti më ka takuar, se kaloj rrugë, gjithë fisi ti më takojnë rrugë. Ka respekt për mua ende. Nuk kam bërë debate me askënd. Edhe ja kam thënë këtë gjë për t'jatin, shkoj, t'i takoj, ja çoj si mesazh, por nuk e di, ja kam thënë ajo, nuk e di. Uroj që ta dëgjoj sot. Uroj që ta dëgjoj sot dhe të reagoj për fëmijët e tij. Mirë. E dashur Blona, ne do bëhemi bashkë të dyja në kontakt. Më shkruaj sa herë që të kesh nevojë, sinqerisht u mërzita kur lexova mesazhet mbrëm çfarë të kishte ndodhur. Ishim të dyja dhe ti marrëfeve këtë ngjarje. Uroj që të zbardhet dhe ai person, dua dhe unë t'i bëj një thirrje në këto momente, kushdo që të ketë qenë, qoftë banori i fshatit apo njerëzit që ti dyshon se mund të ketë qenë nga familja e ish burrit, kushdo që mund të ketë qenë, ai do përfundoj pas sekurave dhe unë jam e sigurt që policia ka zbuluar gjurmë dhe shumë shpejt do arri ta identifikoj dhe ty të uroj më të mirat e dashur. Shpresoj, ata dua dhe unë. Mirë, të përqafoj dhe të përshëndes. Edhe unë. Dhe mi puth fëmijët. Faleminderit, edhe ti gjithashtu. Miropafshi. Ky ishte denoncimi i kësaj 27 vjeçare dashumish, një ngjarje e rëndë e ndodhur mbrëmjen e Krishtlindjeve në shtëpinë e Blona Miles, te babai i saj, ku një person i pa identifikuar ka hyrë në banesë, ka hyrë në dhomën e saj, ka qenë në shtrat kjo nën me 2 fëmijët dhe ai ka tentuar ta mbysi, por fal Zotit, ajo ka mundur të shpëtojë, tashmë ka bërë denoncimin në polici, policia ka mbledhur gjithë gjurmët e mundshme që ka gjetur në shtëpinë e Blonës. Urojmë
që prokuroria të nisi hetimet, më saktë ka nisur hetimet, por urojmë ta zbardhë sa më shpejt të ngjarje dhe ky person të përfundojë pas hekurave dhe urojmë kësaj nëne më të mirat e kësaj bote, së bashku me 2 fëmijët e saj. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për live-in e sotëm. Unë ju falenderoj që ndrorat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite ora 10 jam live me këto denoncime, me këto histori të dhimbshme. Faleminderit që më ndiqni dhe takohemi nesër ora 10 live këtu në YouTube. Mirupafshim.